Atmosfera është normale, atmosfera është e mirë. Besoj shumë që themi të fitoria dhe jam i bindur që djemt dhe gjithë bashkë stafi do të ndajmë maksimumin dhe besoj shumë që Vllaznia do të thete 3 pikësh. Jena një pozicion që gradualisht edhe lojtarët që kanë pas probleme po kthehen dhe me një ekip plot besoj që ngjarja gjithmonë do të bëhen edhe më të lehta. Nuk besoj që ka ndodhur ne problemi madh, ne gjë madhe, por një gjë që jo për justifikim, por besoj që është krejt normale, kena pas edhe 5-6 lojtarë damtum që nuk ka kollaj, është gjysa e ekipit. 50-60% e ekipit dhe jam shumë i kënaqur që ata kanë ardhur gradualisht prej damtimeve dhe duhet dini që kur vinë lojtarë prej damtimeve është shumë i vështirë që të kthehen fill ditën e parë me 100%, duhen ata 2-3 javë e vet kohës për me kënd plot dhe unë besoj që jena në rrugë duhur. Nuk besoj që ka presion. Jo më kot unë edhe me trajnerin bashkë gjithmonë kena munduar gjithmonë ekipin me majt larg presionit, gjithmonë të pas parasysh duke na djemt me eksperiencë që lozin futboll dhe jena shumë të kënaqur prej tyre, ata dinë me bajt presionin, nuk ka lidhje. Presioni është për skuadrat e mëdha, Vllaznia skuadra e madhe në Shqipëri dhe unë besoj që nuk ka asnjë lloj presioni. Na gradualisht do të shkojmë aty ku duhet. Ka vlerësim maksimal, unë gjithë bashkë jena dëshmitar që nuk ka asnjë skuadër të lehtë, asnjë them me plot gojen dhe gjithë ta vështirësojnë punën, gjithë lozin për pikë, gjithë luftojnë, kështu që në vlerësim s'ka nga ana jonë për asnjë lloj skuadre, jo për mbyllësin për asnjë lloj skuadre. Djemt e dinë që duhet me bëj maksimumin me 100% e tyre dhe jam i bindur që të fitojmë. E kam thënë vazhdoj ta them, neshit luhen 1-1 dhe nuk ka se si të mendojmë për 3 neshe për herë 1-1. Do të kalojmë mbyllisin me sukses dhe mandej mund të mendojmë për neshe tjera. Unë nuk besoj që kanë neku. Unë besoj që ato gjithë e dinë që Vllaznia ka ekip mirë, gjithë e dinë që Vllaznia është një ekip që do të pretendojnë për çdo trofe këtë vit dhe nuk besoj. Por gjithmonë të pa një ekip fort si Vllaznia, gjithmonë besoj që do të atakohesh në shumë krah. Por ne besoj që jena të fort, jena me kam tokë, jena ekip korrekt dhe me lojtarë që kena jam i bindur që do të kena sukses deri në fund. Unë mendoj se nuk ka asnjë lloj krizi, asnjë sulm dhe asnjë problem tjetër në skuadër, kështu që besoj se skuadra do të ketë rezultate pozitive. Sulmin jena shumë të kënaqur. Kena një lojtar si Bekim Bala që është 2 vjet golxhuesi më i mirë, vazhdon me kanë golxhuesi më i mirë dhe ne shpirtin për ekipin. Kena një lojtar si Bismarck që është një super futbollist, por me problemet e damtimeve që ata shikojnë dorë kërkush dhe nuk e uron kërkush. Besoj që do të thehet gradualisht formën e vet më të mirë, kështu Musa Toni kanë zili gjithë ekipet shqiptare. Unë besoj që loja e Elbasanit përgjithësisht me lojtarët luajnë shpirtin dhe luajnë një ndeshje mjaft mirë. Unë jam i bindur që rezultatet do të vinë me lojën të mira normalisht, por kjo ishte një sinjal mjaft i mirë që Elbasanit të mbash parasysh se ka një ekip mjaft fort, atë nuk mund ta mohojmë kush. Jam i bindur që do të ecim rrugën e duhur.